Qendra e studimeve dhe publikimeve për arbëreshët përkujtoi në 417 vjetorin e vdekjes strategun, teoricentin ushtarak dhe generalin me famë evropiane dhe botërore me origjinë arbëreshe, Gjergj Bashta. Gjergj Bashta lindi në 1544 në Rocca Forzata, pranë Torontos, në një familje me tradita ushtarake. Në moshën fare të re ai u bë pjesë e reparteve ushtarake që u ngritën në pushtimin osman me emrin Stratiot, që shërbyen me zotrimin venedikas në shtetet italiane në ushtritë e perandorisë gjermane në Francë, Flandër e tjerë. Gjergj Bashta i kreu studimet në qytetin Asti, Itali. Organizoi, drejtoi dhe zhvilloi shumë luftime dhe beteja si kryekomandant i ushtrive spanjolle në Belgjik, Holandë dhe Francë dhe ushtrive gjermane në Hungari, në malet e Ballkanit, në Transvali, kundër ushtrimeve osmane. Bashta ishte përçuesi i traditës së përdorimit dhe drejtimit të kalorësisë së lehtë të ushtrisë së Skënderbeut në Itali, në ushtritë evropiane të shekullit të 16 dhe 17. Në një letër të vitit 1759, i Mariotët, pas emrit të Pirose të Skënderbeut, shënonin emrin e Gjergj Bashtës. Në 1907, shqiptarët e SBA-ve në një letër që i drejtonin konferencës së Hagës, përmendin krahas figurave të shquara të popullit tonë edhe general Gjergj Bashta. Për shkencën dhe lexuesit shqiptar, emri i Bashtës u bë i njohur kur historiani Dimitër Pilika e nxori atë nga arkivat e Pragës dhe e publikoi në revistën Ydhi më 1966. Bashta shkroi 3 vepra teorike dhe praktike ushtarake, të cilat u njohun në Europë: Mjeshtri i kampingut të përgjithshëm, për drejtimin e kalorësisë së lehtë dhe mbi drejtimin e artillerisë në 1612. Ai vdiq në Belgjik dhe u varros me ceremoni në kishën e Kryqit të Shenjtë në Vjenë më 1607.